Nëse nuk keni urinë në mëngjes, ndoshta trupi po ju thotë diçka. A e keni kapur ndonjëherë veten matë duke vrapuar për të dalë nga dera e shtëpisë ndërkohë që përtypni kafshatat e ushqimit në mëngjes? Por, ndodh edhe që stomaku nuk ju jep asnjë sinjal urie dhe ju rrini pa ngrënë deri pas dite kur ktheheni nga puna. Nëse anashkalimi i mëngjesit është kthyer në një rutinë për ju, sepse thjesht nuk jeni të uritur, ekspertët e shëndetit thonë se ndoshta ky është një problem që ka lidhje me shëndetin tuaj. Nutricionisti hedhë dritë mbi këtë dukuri, ku shpreh se ankthi dhe stresi nuk dëmtojnë vetëm paqen tuaj mendore, por edhe urinë e mëngjesit. Nëse jeni të nervikosur, oreksi kalon në plan të dytë për nga rëndësia, sidomos në mëngjes. Shmangja e mëngjesit mund të duket si diçka normale, por ky zakon mund të kthehet në një rutinë kërcënuese për shëndetin. Pa karburantin dhe energjinë e ngrënies së mëngjesit, trupi juaj funksionon si në ajër gjatë ditës dhe kjo përkthehet në një rënje të energjisë dhe nerva të tendosura.